Rreshtet e dendura që kanë përfshirë jugperëndimin e Kinës kanë shkaktuar përmbytjet e rënda në rajonin e Nguangxi, duke detyruar autoritetet të ndërmarrin operacione emergjente për shpëtimin e nxënësve dhe stafit të shkollave të bllokuara nga uji. Pamjet e transmetuara nga televizioni shtetëror kinez CCTV tregojnë ekipe shpëtimi që transportojnë nxënësit dhe punonjësit e shkollave me varka, ndërsa ndërtesat arsimore janë të rrethuara nga ujërat e përmbytjeve. Të gjithë evakuarit ishin të pajisur me jelek shpëtimi, ndërsa ekipet e emergjencës punuan për të nxjerrë në zonat e sigurta mes nivelit të lartë të ujit. Situata mbetet e vështirë edhe në qytetin Hangzhou, po në rajonin Guangxi, ku autoritetet vazhdojnë operacionet e pastrimit dhe rikuperimit pas çarjes së një rezervuari të hënën, ngjarje që shkaktoi përmbytje të gjera në zonë. Pamjet tregojnë rrugë dhe lagje të mbuluara nga uji, ndërsa ekipet e emergjencës shpërndajnë ndihma për banorët e prekur dhe punojnë për largimin e baltës dhe mbetjeve të lëna pas nga përmbytjet. Autoritetet kineze kanë mobilizuar forca të shumta shpëtimi dhe mjete të specializuara për t'u ardhur në ndihmë komuniteteve të prekura, ndërsa monitorojnë nga afër situatën për shkak të rrezikut të rreshjeve të tjera. Përmbytjet janë ndër fatkeqësitë natyrore më të shpeshta gjatë sezonit të shirave në Kinë, por këtë herë intensiteti i rreshjeve dhe dëmet e shkaktuara kanë detyruar autoritetet të ndërhyjnë me operacione të gjera evakuimi dhe ndihme për popullsinë.